Golden FM. Ndihem shumë mirë. Top Albania Radio është top channel, kështu që kudo ku është topi, jam shumë e lirshme se ndihem si në shtëpi, kështu që. Dhe bën shumë mirë që ndihesh si në shtëpi, sepse ne me zit kemi pritur një herë. Edhe ti e di që është lançuar dje një story ku unë pyesja, më shkruani 3 pyetje sepse do t'i zgjedh për Eglin nesër. Nuk e ke iden çfarë është bërë. Nami, sigurisht që i kam zgjedhur, por për këtë do të kemi një moment tjetër. Është në fakt një koment që e marr shpesh nga moderatorët e programeve kur jam e ftuar diku, edhe dua të gjej një hapësirë shumë të shkurtër për t'i falendëruar nga zemra dhe për t'i thënë që i dua jashtëzakonisht shumë të gjithë ata njerëz që më duan pa kushte dhe më duan kështu si jam dhe kaq forca më duan. Kështu ju dua shumë dhe unë. Sapo ka nisur një eksperiencë jotja, me të thënë të drejtën, jam dhe një çik krenare se sikur ta ndolla. Në intervistën tonë para finales së Big Brother, nga mënyra se si ti komunikon edhe se si argumentoje situata ndryshme, nuk e di pse unë kisha një përshtypje që ty do të shihja në ekran pas kësaj eksperience. Si po ndihesh një herë? Po ndihem mirë, po ndihem shumë natyrshëm, nuk më vjen si diçka që po e bëj si profesion apo si diçka që po e bëj për herë të parë. Më duket sikur e kam bërë ndër vite këtë gjë dhe ndjej veten shumë të lirshme. Dhe mbi të gjitha po bën me fëmijët. Fëmijët kanë një tjetër nivel vështirësie sepse njerëzit nuk e dinë, po fëmijët janë të vështirë, do t'i menaxhosh mirë. Si e ke përballuar këtë fakt? Është e vërtet, po ndoshta më ka rastisur deri tani që të jem shumë me fat edhe t'i kem patur më të pjekur se çe prisja fëmijët në studio, pavarësisht janë moshë vogël në përgjithësi, po tepër të pjekur. Ke qarë shumë në atë emision e Igli. Jam natyrë emocionale, me thënë të vërtetën, edhe kanë qelluar dhe tematikat që kanë pasur të bëjnë me moshën e tretë, me gjyshrit, me prindrit, janë gjëra të cilat unë jam vulnerabël në disa tema të caktuar, sidomos pleqt edhe mosha e tretë, më bën instinktivisht që të prekem, nuk e di pse. Moderimin gjithmonë e ke pasur si qëllim, edhe kush është moderatori ose moderatoria që ke më të preferuar ti? Që e ke ndjekur ti si fëmijë, si qëllim nuk mund të them, po që e kam ditur që kam premisa për ta mbajtur peshën e moderimit, e kam ditur, e kam nuhatur dhe unë tek vetja ime këtë si aspekt. Pastaj për sa i përket një moderatori nuk mund të them vetëm një, janë disa, na thuaj disa. Arbana Osmani pa diskutim më pëlqen shumë, Ledion Liço më pëlqen shumë, Alketa Vejsiu më pëlqen shumë. Këto mund të them janë top 3-shja e preferuar, që mendoj janë top 3-shja çdo shqiptari pak ashtu. Që të 3 nga studiot e Top Albania Radios. Kanë dalë gjithë nga Top Albania, kështu që jemi fiks në vendin e dur edhe në momentin e dur për të diskutuar në lidhje me një program në fakt i cili do doje ti ta moderoje. E ke menduar ndonjëherë pasi të mbaron Yes Day? Ke në plan diçka tjetër apo po fokusohesh? Jo, patjetër që kam në plan. Nuk është se jam natyrë që dua të parashikoj të ardhmen ose të eci në të ardhmen, dua të bëj mirë atë që po bëj tani, po gjithmonë e kam një parapregatitje të vogël, e kam një plan B, domethënë. Patjetër që jam duke menduar për diçka. Nuk mund të them konkretisht për çfarë. Mund ta them unë programin që unë mendoj për shembull që ti e dëshiron ose mund të shkoj si program Fan Club. Big Brother Fan Club. Doje ti ta prezantoje, ta drejtoje si program? Tani, me thënë të drejtën, patjetër që po. Patjetër që po, nëse do të më besoj do isha shumë e lumtur, po unë nuk jam natyra që i ngacmoj njerëzit ose që shkoj i them dikujt që hey shiko, jam dhe unë, a do më konsiderosh, sepse mendoj që sidomos në këtë moment që jemi, askush nuk e ka nevojën që ti dalësh përballë ti thuash shiko se jam dhe unë këtu. Ti din vlerat, pak a shumë e din tani edhe aftësinë në moderim, kushdo që e ka kompetencën e përzgjedhjes, edhe nëse e meritoj edhe është kaq e thjeshtë. Tani në sfond kemi një super këngë e cila është shumë e freskët.